Sahat Kulla, një nga monumentet më të vjetra dhe më të rëndësishme historike që i ka mbijetuar kohës në Shkup, vazhdon të qëndrojë si dëshmi e së kaluarës së qytetit. E vendosur mbi 400 vjetër, ajo u ka mbijetuar shekujve, po edhe ndryshimeve të shumta historike e politike, duke mbetur një nga simbolet më të njohura të kryeqytetit. Po, ky është një ndër objektet që ka Shkupi, do të kisha thënë të ralla dhe të rëndësishme me vlera të mëdha kulturore, fetare, po edhe socioekonomik. Bëhet fjalë për një objekt që në perandorinë osmane për herë të parë është ndërtuar. Ajo daton dikun nga viti 1566, 1573 ndërtimi, edhe pse dokumente të thukta rreth kësaj nuk ka, por përsëri flasin shumë udhëpërshkrues dhe një ndër dokumentet më me rëndësi gjendet në arhivin e Topkapis, në të cilin është në planin, në kuadër të planit të xhamis sultanore apo mbretërore të Sultan Muratit të dytë. Dhe aty jep një informacion ku thot kulla e orës apo sahatit gjendet në distancë për 67 hapësh. Historiani Naser Miftari thot se Sahat Kulla nuk shërbente vetëm për të treguar kohën, por ishte edhe një pikë orientimi dhe një objekt me rëndësi të veçantë për jetën shoqërore dhe ekonomike të qytetit. Si në çdo kohë, çdo pushtet dëshiron të bëj vepra të këtilla madhore, do të thoja. Sahat Kulla në kohën kur ajo është ndërtuar luan rolet më jetike të njerëzit. Ka të bëj me orientim në kohë dhe orientim në hapësirë. Dhe mu ky vend në një pjertësi të qytetit të vjetër të Shkupit të asaj kohe do të ndërtohet në kuadër të kësaj xhamie, ku të gjithë qytetarët do të kenë mundësi që të shohin këtë orë, këtë kullë në të cilën do të shërbej edhe si matës kohe, edhe si alarm për ata që ishin të bashkisë islame dhe si objekt në të cilin unë do të quaja fanar për orientim të gjithë atyre që frekuentonin Shkup. Profesori Miftari thot se kulla të ngjashme në disa qytete nuk kanë mundur të mbjetojnë ndryshimeve historike dhe politike. Pas ndërtimit të kësaj Sahat Kulle, pastaj në qytetet më të mëdha të them shtetit tonë të tanishëm, do të kemi edhe në Prilep, do të kemi edhe në Manastir, ku jo të gjitha do t'i përballojnë, të them, vështirësitë e kohës, po edhe të regjimeve të kohës. Ndryshe përveç Sahat Kullës së Shkupit, një monument i këtij lloji ndodhet edhe në Gostivar, ndërsa autoritetet lokale dhe qendrore kanë paralajmëruar se një Sahat Kull do të rindërtohet edhe në Tetov, duke rikthyer kështu një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë historike të qytetit.